Miq të Original Podcast, sot jemi në rajonin e Toskanës me të mirin Francesco Kolej. Francesco në kam mik, si që them gjithmonë, do t'i pëjdasmën. Është nga ata çunat që është lind në Shqipëri dhe është rrit në Itali. Një vjeç e gjysmë tesh që ardhur në Itali. Një vjeç e gjysmë. Tash Francesco është në origjinë nga Puka. Në moshën një vjeç e gjysmë, prindit e vet emigruan për një jetë më të mirë si shumica e shqiptarëve në rajonin e Toskanës, gjithmonë në Toskanë. Tani unë jam i bindur që Francesco ka shumë për treguar, sepse disi unë e di historinë e tij dhe që kur e kam pa, domethënë e kam menduar që do jetë një personazh shumë i bukur dhe interesant për të dëgjuar. Ndër të tjera, Francesco është dhe sipërmarrës në Itali. Është zotëron disa restorante, ka kaluar disa restorante dhe është një master chef shumë i mirë, sepse unë e kam provuar. Francesco, të falenderoj shumë që Shumë faleminderit. Shpreh gatishmërinë për të ndarë historinë tënde me ne. Kështu që mirë se erdhe, na bën një prezantim për publikun. Atëherë, unë jam Francesco Kolej, kam ble në Shkodër, edhe moshën një vjeç e gjysmë, se tha edhe Geni, kënë ardhur me familjen në Itali, si më thënë. Fillimi e kanë gjatë pa pame, se ku kanë ardhur na, kanë vitet e para, si më thënë, 95-94. Edhe shqiptarë nuk janë kanë po fort mirë në atëherë dikur. Edhe në shkollë, si më thonë, vitet e para ishim pak vumjanon, si më thonë, na shqiptarë. Edhe, si kështë thonë, vitet e para nuk ishin fort të lehta, se ne shqiptarë nuk ishin pa mirë hiç. Sepse shqiptarët e parë se kanë pa ardhur, kanë pa bëj fjedame, si më thonë. Vjetë që në ka të bëjë dalëzani jo fort i mirë. Po, më thonë drejten, unë jam rrit një shtëpi se italianët nuk i kena pas kur. Baba dhe mama janë kanë gjithmonë punëtorë, sidomos mama eme, edhe baba po, mama i fje pak më tepër. Janë kanë punëtorë papam. Kanë pas edhe ato janë kanë marrë me, si të thojnë, me këtë zanatë. Se babën e kam pas direktor sallet, një lokal i to afër Bilevillin. Edhe mama i te kuzhinjere. Po bëhet fjala, unë jam kërë mosh 8 vjeç, 7 vjeç. Delshin 9 mjesit, theshin 4 e gjys, në 6 ikshin prapë, si i te punën prapë servisi darkës. Edhe ishe vogër, unë s'mesha vesht, po shava. Gjithmonë punë. Shakja punë ishto. Shakja i zanat ishto. Si edhe nuk e di, rash mren edhe vetë. Një ndër fjalit që mu më ka bërë shumë përshtypjet e Francesco është nuk kam dash kur që të bëm kuzhinjer ose fëmijët e mi të bëm kuzhinjer, për faktin sepse mungojnë shumë prindit familje. Po bëhet fjalë për kuzhinën e para 25 viteve, se sot janë çik më të moderuara gjërat dhe më të organizuara. Është e vërtetë. Më thënë drejtën thash, unë ju kam dhënë kur jam keni vogël jepsha pak faj. Prindve se thash. Nuk ishin, se ata ishin punë, e bëshin për të mirën tonë, se nuk e bëshin për shef. Se nuk kush jashtë 16 orë të punu për shef. Po e bëshin për të mirën tonë. E më thosha në veti, ja, i këtë zanatën zë ta marrë kur, edhe zë ta baj kur. Dhe i kur, së di, në moshë 7-8 vjeç, bile krejt heret, fillova të pas qef, të ba më hangër, të ba më hangër. A ka ndiku kjo koha që keni vetëm shtëpi, te kjo pjesa e dëshirës për të gatuar ose për të bërë për të hangër, siç po thu? Po, sepse prindit nuk ishin, edhe unë du të rësha më ba më hangër vetit. Më leshë më hangër, po normal.
O, kur të kapet, kur je i Kur ke vogël, mundësinë. kur je i vogël dhe me eksperimentu, kur s'ke që më po, dhe i tam të ta bash dikon. Do ta E merë shofëltere, dhe më thane, basha prova, basha eksperimente. Shiko, podcastëm se ne jemi, Francesco është një vit më i madh se unë, jemi moshatar. Është fëmirin në Shqipëri edhe fëmirin në Itali. Besoj ti ke pasur kushrin në Shqipëri që thosh që e ke ditë se si është situata atje. Sepse ne mendonim që emigrimi ishte vendi ëndrave, kur ishim kalamaj, por mendonim që kam një çun hallë, një çun daje që është në Itali ose në një shtet tjetër, mendonim që ato po bëjnë në jetën e ëndrave. Jetën e luksit. Por të paktën në Shqipëri në ato vite që po thua ti kur ke filluar ti të gatush, ndoshta për një mashkull ka qenë tip tabuje ose për një djalë të ri ka qenë tip tabuje të gatumte, e kupton? Ti ke qenë në një vend që nuk ishte një problem i tillë. Edhe si e arritë ti për shembull që ta zgjerosh dhe ta rrisësh dëshirën për të bërë profesionist si shef, jo vetëm për të gatuar për shtëpinë, sepse siç e tham edhe më përpara, Francesco sot jemi tek restoranti Francesco që është shumë i madh, në një vend si Toskana, ka edhe vende tjera, ka edhe një restorant në një vend shumë luksi siç është Montecatini, që Montecatini dihet për vendin e shtret. Kush të shtyu ty që ta rrije, domethënë, ta kaloje në nivel profesional punën e shefit? Atëherë, më të thënë drejtën, unë kam fillu pak si loj. Se kisha shef, kjo figura shefit e kuzhinës. Se figura shefit e kuzhinës është njëri shumë i rëndësishëm. Shumë, si thënë, njëri, së më vjen fjalët është, Prezenca. Prezencë, ka shumë prezencë shefi kuzhinës. Edhe unë kam fillu si pak si loj, më të thënë drejtën. Pëlqet e kuzhina, pëlqet e si gjan, po unë e fillova pak si loj, si më thënë, për shef. Me e ba, nuk e kisha bash fiksim në fillim për të ba shef kuzhinët. Po, kur fillova, më thënë drejtën, ditët e para, bash fillim ditët e para të punës. Kam hine për kuzhinat profesionale, e kam po si tip organizimi, brigat, regull, si janë gjana si të nimojnë edhe shumë për jetën, se nuk ka vetëm muhabeti se punën e për kuzhina dhe bash shef kuzhinër. Më punën e për kuzhina t'jep edhe autoritet edhe t'jep edhe mërnajt me njerëzit, se ka një brigat kuzhinit si shefi komandën edhe mra për çdo brigat dohet. Dhe varet nga kjo. Kjo pjesë e brigatës ka pjesën e vetë edhe importancën e vetë. Gjithë se cilin në kuzhinë. Nuk është një më pak, një më shumë. Edhe kjo pjesë në mësën me respektu edhe njerëzit tjerë, në mësën kulturat tjerë, se në për kuzhinat janë për çdo lloj pjesë të vocë. Unë kam punu me spanjoll, kam punu me gjerman, kam punu me Pakistan, bengalez, ekuadorian, të nënë të vocë. Çdo pjesëtar i tëne personave, si kam punu me ta, unë kam mësu një gjatë prej tëne. O prej kuzhinës, o prej kulturës vetë, edhe kjo gjatë të rritë si njëri, se të mësën edhe gjanat tjera prej jetës. Se më thonë, se të nejtë me të dhe njerës, i mësën një të gjana. Ti mi bëra para prit pak se unë do doja të bëja një pyetje në lidhje me këtë punën e rregullit, edukatës, sepse më pamit parë kur shikon ty për shembull, po mos shohësh me uniformën e shefit, tatuazhet, tipi, karakteri i fortë, që unë ja kam thënë që mu më ngjan me Ragnarin e vikingëve, edhe ndërkohë edukata, sjellja, mirësia dhe transparenca që ka Francesco është e pashoq. Ma bëre para prit vetë, domethënë që në një farë mënyrë jeta e kuzhinës të bën shef, dhe shefi patjetër që duhet të jetë shembullor. O Franc, do doja dia prej teje për shembull, si është fëmijëria e një djali 94-2000 në Itali. Se 94-2000 bën një ndryshim shumë madh pastaj, se erdhën shumë me vitet. Si ka qenë fëmijëria jote si një i huaj me dy prindër që punojnë, se nuk ishin dy prindër që kishin lek, edhe ti po thu që e kishte shtruar me lule. Si ka qenë fëmijëria jote, shkolla, vitet? Shumë e vështirë. Më të thënë drejtën e kënë shumë e vështirë. Sepse më kujtohet kur isha në klasë 3-4, se kur ishin ditëlinjat e në nxënësve të tjerë, të tonë thirrshin.
Përveç, unë edhe i djallë tjetër. Nuk thirreshit. Ja. Pse thoshin të janë shqiptarë, nuk bën me i thirë. Kjo është më thënë drejten, mu, kur jam keni vogël, nuk e mërë shavesh shumë. Mërë shavesh vetëm se nuk këmë thrasin mu. Që e kam bënë? Pse? Po kjo është ka zgjatë shumë. Dhe kur unë jam kënë moshën të thush 13 vjeç, 12-13 vjeç. Dhe me thënë, ju ishit shumë pak shqiptarë në klasë. Po. Edhe gjithë klasa bashkoshin ju ishit përjashtuar. Gjithmonë. Gjithmonë na shqiptarë përjashtoheshin për çdo lloj gjëje, më thonë, në bati ditëlinje, i fest. Nuk vishin, nuk na thirrshin. Se thoshin janë shqiptarë, nuk ne kishin besim. Kjo gjana ka, më thënë drejten, mund ka ranu shumë, kërëm keni vogël. Sepse gjithmonë u largosha prej tjerëve. Edhe nuk mërsha vesh sepse. Me thënë drejten, unë tonë që kam bërë deri sot, unë nështë e kam bërë dhe prej këtë punë. Për me pas si pjesë me këthy veten, së më vjen fjalla dhe Thuja italisht nuk ka problem se do ta Një bëjmë. rivincita. Një rivincita për që kam kalu kur jam keni vogël. Triumf. Po, për që kam kalu kur jam keni vogël. Se më përjashtoshit të tonë. Edhe më të shë pse. Të përjashtonin dhe pa bërë asgjë. Po ba si sënë. Një fëmijë, edhe Unë si kur isha- shqiptarët ishin të këshi prapë të ishin një Unë fëmijë. ishe vi krejt jashtëzakonisht i qetë. Po, a e kupton, përse më sot që je një djalë i rritur, a e kupton arsyen pse kanë pëzbë dikur ata për shembull? Ose a e mirë kupton, apo i mbani natë atyre? Tash, ja. I natë nuk e maj. Sepse ja kënë fëmijë. Ja kënë fëmijë, nështë i natin mund t'ja maj prinëve. Se nuk i kanë mësu. Se ja është ignorancë, se nuk është mësu fëmija, nuk kanë i hapur në ndër kultura tjera. Se është i gjatë shumë gabim. Jo, sepse largon njerëzit. Largon njerëzit. Edhe thash, na kena vut shumë. Më thonë vetë, mosha jeme. Ankohesh ti të prindit e tuaj për shembull për këtë lloj situate? Cisim? A ankohesh te prindit tuaj te kjo lloj situate, për shembull që mi kuptuar, pse po ndodh kjo lloj gjëje, se s'kam bëj gjë. Më thonë drejtën ja. Unë jam njëri pak si veçantë, thënë këto. Unë i maj gjanat për vetin. I maj gjanat për vetin deri sa nuk kuptoj pse, ose si është kjo punë, o pse a bë kjo punë. E mundom gjithmonë me kuptu vetin. Mundom gjithmonë, thash kjo është muhabet edhe pse jam rrit shumë shpejt për moshën që kam pas. Edhe jam mundu gjithmonë me i bëvë gjanat vetë, gabim, pa gabus, Nuk mësohet. nuk mësën kur. Ne bëjmë shumë gabime në jetë. Edhe do të bëjmë shumë, edhe do të bëjmë prapë, edhe unë do të bëj prapë. S'ke që me bëhë. Po, Është njerëzore dhe është jetësore kjo lloj. më gabimet ti mësën. Më gabimet ti mësën, edhe hec para. Po, ta prind se prindin nuk na thjeshin, thonë në për linjën dhe për gjanat. Ata kanë pas gabimin. Se fëmia nuk e din. Fëmia është fëmijë, s'ke që me i thonë. Kur e kuptove ti? Kur ishte mosha që ti e kuptove që thuash që ore prit një herë se unë jam një i huaj këtu në Itali. Që të fillove të bëje dallimin edhe në një farë mënyre fillove të përshtateshe me mënyrën e jetesës që tu shprit një herë, unë jam ky, jam në një vend tjetër dhe duhet të jetoj kështu edhe fillove të kesh ato strategji tuaja nëse mund t'i quajmë. A din cila problemi? Se ne thamë të në herët më bjen pak si më qesh se kur kam marrë vesh se jam kanë i huaj, unë në Itali, unë kam marrë vesh se jam kanë edhe i huaj në Shqipni. Sepse kur isha në Itali, unë isha shqiptari. Kur shkosha në Shqipni, unë isha italiani. Isha tjetër nërsh. Se na tonë Itali jena në rritë me kulturë tjetër nërsh për Shqipnisë. Kështu që edhe në Shqipni, na bashkë se kur na trajtoshin tjetër nërsh. Erdhi italiani mo. Mu më ka thënë daim jeton këtu afër. Edhe ai emigranti 91-shit, 92-shit. Edhe kur bëri fiks, aq vite sa kishte jetuar në Shqipëri, kishte jetuar edhe në Itali. Edhe po më thoshte që nuk jam i kënaqur sepse jam i huaj edhe në Itali, jam i huaj edhe në Shqipëri. Edhe kjo është një plagë shumë e madhe e gjithë emigrantëve, pavarësisht se ne mundohemi, të emancipohemi, të integrohemi, edhe të bëhemi pjesë e shoqërisë. Prapë se prapë ne kemi atë genin ton brenda nesh që nuk na lejon të dalim ne nga origjina dhe
Francesco është nga ato që e ka rujt, domethënë, kulturën dhe traditën dhe duket edhe te e folura që të rritesh që 1 vjeç e gjysmë këtu dhe ta flasësh tipike gjuhën shqiptare të zonës së, domethënë është patjetër edhe merit e prindërve, por që edhe Francesco si karakter edhe si tip vet. O Francesco, po adoleshenca, si është se këtu për shembull nuk është si çka qenë te ne. Sepse ti e the që ti e di si ka qenë nga, kupton, si ke pasur ato njerëzit tuaj. Si ka qenë vitet e adoleshencës tate këtu në Më thënë drejtën, unë adoleshencën e kam kalu mirë. Me të thënë drejtën, a kanë vitet si ishte fillu hap menja e njerëzve për imigracionin, se janë kanë kalu do vite, po gjithsesi e kam kalu mirë pse kam pas fillu më kanë në botën e restoranteve. Se unë kam fillu shumë herë më hine për lokalet. Unë 15 vjeç kam fillu me stage shkollat, me mjet shkollat, për ba përshëtit lokale. Edhe më thënë drejtën, unë adoleshencën e kam kalu shumë punë. Se kam pas shef me pa edhe më mësu, jashtë ma shumë e ma, me ditë. Kam pas këtë gjatë se kam pas shef me ditë. Gjithë muaj jam ka një për tëne se kur hishin në guzhinë, unë hisha i qere kuret për atyne për më pa, se qa bajnë, se si bajnë. Përveç i herë ma kanë ba, ala kam këto. nxirre. Ite, mamma mia, si dhe këto. Kanë një guzhinjer napoletan. Jam kanë një 17 vjeç më t'jem kanë. Edhe ka pas më mba një pjatë, i thojnë gnocchi di semolina alla romana. Për pjatë shumë thjeshtë. Unë isha i nuk disha me heba, sa kanë pjatë që bata para 20 vjetëve. E po pata shef mi mësu. E i pata thonë këti shefit guzhinës, si kam pas atyre, i pata thonë, a i bajmë bashkë nesër. Se kam shef mi mësu mi ba dhonë. Këm thotë, po, në regull, i bajmë bashkë. Nesër në radje, na zakonisht ishim 9:30 punë. Këm thotë mu, në orën 8:30 më kanë guzhinë se i bajmë gati. Okej, thash. Zakonisht, na hishim 9:30. Këm thot, hajde në 8:30, se do të mësojën. Ishe i knashën. Pa, thash për mësoj. Edhe unë shkoj në 8:30 futëm guzhinë. Kur futëm në 8:30 në guzhinë, kam po një gjë për një për gjë ma këshia më ka ndodhë nejhe. Kur jam futë me në 8:30 në guzhinë, e ki të orë në 7, e ki debatet tona. Edhe i ki debat pa mu, vetëm për mos më mësu. Vetëm për mos më kallëzu se si u bashin. Edhe i të i pjatë i budadhik. Dhe si ju justifikuaj? Jo, jam kanë volë, kam pas me i ba. Po s'kishim në gjanë, më e ba. Në fakt, gjatë kohës si ti po shpjegoje, unë desh me të bëj një pyetje që zanati i guzhinjerit a mësohet apo vidhet? Atëherë, më varet të njerëzit si gjenë. Atëherë, do t'jesh i zoti vetë me e vjedhe zanatin. Se nuk ashtë të mund të rinë të në heret mrapa njerëzit, o kolekt e punës. Ti do t'jesh edhe sën të baj gjan dhe të këqyr kolegon. Se nështë të kolego di një gjan ma tepër se ti. Nështë të din ma pak, po një gjan mund të ketë ma mirë se ti. Edhe një gjan do t'ja kapsh. Se gjithë kush ka aftësinë e vetë. Ka një kualitet si ti se ke. Edhe do t'ja marrësh. Në varet edhe të njerëzit si gjenë. Se ka dikur, në për guzhinjet, shefat e guzhinjë janë kënë shumë shefshin të ba recetat. Që mos kuptoheshin. Mos t'ja umesh. Se ka pas recetat veta dhe në të janë kënë veta dhe nuk kite njeri si e kapte. Se përse kishin frikë se ja vjedh. Edhe ja kopjen. Edhe kja kënë shumë gjaj keshe. Usi e shënon tjetër. Usi e shënon shto për me e ba gjanë. Kurse sot, më thënë drejtën shëshër, ka në shumë. Unë jam prej atyne se në kam bashkë të kundër të kjo gjë. Sepse unë kam qef më mësu rinis, se më thonë, sepse unë nesër, filani, si ka punu me mu, në është të bëhet dikushi.
një dikush si mund bëhet i pjesë të vogël, Të falenderon ty. faleminderit mu. Mund të jetë falmerit, më thonë. Shka, kjo ndoshta vjen edhe sepse dikur informacioni ishte i pakt. Edhe normalisht që e vetmja mënyrë për të mësuar kuzhinën ishte të rije pas një shefi. Kurse sot nuk mungojnë as videot, as librat, as eksperiencat, as praktikat. Por një gjë se du ta lidh me diçka që më the para ca ditësh, se unë vi shumë shpesh tu ku është Francesco, pavarësisht se të Shqipëri. Secili nga artistët se që jeni të shef kuzhine në një farë mënyrë është art, sepse kulinaria është art me vete, ka nga një pikë të vetën të fortë. Edhe Francesco më thot gjithmonë që pika ime e fortë është komunikimi edhe të qenurit ky që jam unë. Këtë nuk e kopjon dot e unë. Kështu që se si bë një gjell, a se si gatuaj një mish, hajde ta mësoj, sepse prap nuk do jesh shumë. Kështu që kjo e bën një njeri tjetë shef, se pastaj do ngeleshin vetëm kuzhinier. Po normal. Sepse shefit nuk është vetëm më ditë më bë më hëngër mirë. Nuk është vetëm më ditë më bë më hëngër. Shefi do të jetë i aftë më ditë me dhënë kohën kuzhinës, me majt grupin i afërm, të tanë pjesëtarë të kuzhinës të afërt, me ditë me dhënë kohën e kuzhinës në kolekt e punës, edhe me ditë më majt si thonë harmoninë në kuzhinë. Me ditë më pas se si punohet, për shembull, i dhoj mishit o i dhoj peshkut, me ditë se si punohet, se si mahet, për mos më prish. Ka shumë gjana, do të më ditë sa i peshk mund në kushtojnë, sa mund të shes. I kjo ka emrin food cost. Se po s'pate i ta gjana, mund t'jesh kuzhinier më i mirë në botë, po mund të merresh një fileto i shto. Edhe mbal 4 fileto, për një fileto 3 kilsh, atër se kuzhinier mirë. Ti je shpërdorus. Ke 1 kile gjysmish, e nuk ke fitu gjanë, ke hup. Aftësia kuzhinierit është edhe mos më tret gjanë. Sepse ushqimi është, me tret ushqimi është shumë gjëna, më thënë drejtën. Unë e kam këtë gjanë, se unë nuk kam durim me pa ushqim si tretet. Se i kuzhinier, ose i pronar lokalit, ka fitu, kur në darkë, ha bidonin, edhe është bësh. Se nuk ka ushqimet të tretëna. Sepse, po kjo është plot, të s'ke fitu gjanë, se ke tret ushqime, ke hup ushqime. Ti do desh mi përdor çdo lloj ushqimit. Do të me ditë mi përdor, edhe si mi managju. Se për nësh një të janë fitimet sot për sot, në për lokalet. Unë për shembull të drejtën, shumë herë, unë shkoj natën, edhe blej ushqimet për lokalin. Punoj, deri 11, 12, sa tjetë ora, marrë makinën, fugonin, edhe nisem për Firenze. Se në Firenze, Novoli, është një qendër e madhe tregtar për fruta, për hime, e gjithçka, si janë, është madhështor. Do të sjellësh me makinë, se për nësh s'mundesh me hupën ta. Ja, hup kretën ta. Po, hape një gjys në 2 natës. Është vetëm për tregtarët. Ose për pronarët e lokalit, restorantet. Ose zakonisht shkojnë tregtarët. Ose pak kuzhiniera si njifna, edhe kena shef mi ble vetë, mi pas në sy vetë. Edhe unë shoj shpesh më të thënë drejtën, sepse gjëja e parë, kursen, se blen kualitetin e parë me çmimin e kualitetit dytë ose tretit. Se çfarë bën fornitori, ty ta bën me kualitet dytë ose tretë, do bën parën. Edhe të pagun për të parë. Kurse unë shkoj direkt te Firenze, edhe i blej kualitetin e parë. I zgjidh i vetë. Shof, për shembull, stagionaliteti i gjanave. Shof doperime si ndoshta si ka pa kurrë. Se sot dalin perime të gjana të reja nga gjithë bota vit. Prej ka ardhë. Ku ka dalë? Si ka dalë? Prej ka... Zdirë gjanë. Po të fol me njerëzit, të pas komunikim, edhe më kush ashtë ti shit, ti mëson edhe gjanë tjera. Se për shembull shkon blen do perime, edhe këtë thot, a din si kjo me e zi, i pak hudër, ose me e ba, ishto, blen super. Ti shkon mra për dhe lokali dhe e ban provë. Mësën edhe për kush ta ka shit, ta mësën se si gatohet për shembull.
për ata si nuk e ke punu kur. Edhe më hapë thash, ashtë tjetë zhanë, të shkosh, ta zgjedhësh vetë, e ta kesh në nësy qa ke marë. Ta dish vetë se qa ke marë. A vërtet, ashtë e ranë, se futesh në orën 1:30, dhe në 5 mjesit. Edhe do vish edhe në punë. E do vish të lokali, do të shkarkosh të tana, e mrapa nështë akora 6:30 shkon flenxum. O, Francesc, do doja të dilja pak të sipërmarrja, se si që thamë Francesco, zotron disa restorante në zonë, dhe shpresojmë në gjithë Europën së shpejti. Gjëja më e fortë që ka, ndër pikat më të forta të Francesco është që ka një bashkëpunim të paparë me nusën e vet, që do të martohen këtë verë. Edhe domethënë çifti perfekt për të bërë gjën perfekte. Kur ka qenë sipërmarrja jote e parë private në fushën e restoranteve? Si ka qenë, si e morëm guximin, me kë këshilloheshe, kush ishin sfidat që mendoje, çfarë ishte ajo që të motivonte? Atëherë, lokali parë si kam marrën, kanë lodhë pak si për lojë, më të thënë drejtën. Se më patën propozu, ishte lokali falimentum krejt. A kanë i marum, së më thonë se i marum, ishte lokal historik, po ishte falimentum se kishën menaxhu keq. Edhe kishën pas shumë humje dhe u detyruam në mbledh lokalin. Edhe ma propozun mu. Unë shkove pash, më të thënë drejtën, se ishte shokiem në mjetësi. E pash lokalin. E thash, si ka mundësi se ky vend nuk punon. Ishte përballë një shkollet, e dy tjerit ishin mrapa. Ky ishte i pari? Po. E thash unë, si ka mundësi se janë 3.000 nxënës si to. 1.500 kalojnë të përballë për 10 vit. Nuk ka shansë mos mi fut men. Nuk ka shansë. Më thënë drejta kanë vështirë fillimi. Se kur kam hapë në fillim, më përmenja, as 50 euro gjiro si bashin bitë. Më mirë, u këthesh në darë të shau. Si ka mundësi, mërë. Më kalojnë të në parës, nalen. E thosha unë, nuk ka shansë. Ja, unë du t'i fusë mërën. Edhe fillova zbukurova lokalin. Fillova të pas komunikim me nxënësit, që ishin shumica ishin shkollës. Të pas komunikim me ta, se ishte bar restorant kë. Edhe derisa fillum të mjoftë. Fillum të mjoftë se për kush jam, për si punoj, se unë çdo gjë që kam pas futur në për lokal tem, unë i kam zgjedh prej të parë deri te fundit. Prej te kafja, për te çaja, për mjedhin, për çdo gjë i kam zgjedh vetë. Nuk është se i kam marrë kot, i kam zgjedh për më të mirat, edhe i kam lyp gjithmonë vetë. Edhe kjo gjë mas e farkohet shifet. Se unë prej 50 euro, më thonë drejtën kam pashku mirë bollë. Më thonë drejtën ka shku mirë bollë, jashtëzakonisht shumë mirë. E kjo gjë më ka kënaqur shumë, më thonë drejtën. Se kur e kam pas një lokal, prej në zero, e se nuk risha s'mujsha i nejtë mrapa, se nuk mujsha, unë shkosha prej në 5 mjesit, se përgatisha skjatshatat, panine, buken, çdo gjë, prej të parë, prej në zero, shkosha në 5 mjesit, ka ora 10, shkosha besha përimit, besha gjashat, qa mungot, së më thanë, fillu të mizdita, marote ka ora 3, 3 sati unë iksha, basha shkosha blesha në gjatë tjetër. Mrapa për më këthy në 6 sati për dark. Për më punu prap dark është. Më ka pas nëllë ditët shtunet, pranet shtune, në mëllësha lokalin 3 mjesit. Më zhdisha ku më i vurop. Kjo lokala ka një rrugë, një kalimtare, së më thonë, vetëm... Një sens. Po, një sens. Vushën 4 makina këtena, 4 makina këtena, as bicikleta s'kalote për midis. Një shumë më ushte rruga. Ka nëllë do herë... Qa moshe ishe? 20 vjeç, 21 vjeç. I të kënaqësi e madhe. 21 vjeç. Kur shkosh, unë djele në radio të të roshë me mbëllë lokalin
me pas të mëdhëm për pastrime, sepse shtunë ndash punoshim jashtëzakonisht shumë. Edhe dile natën do të pak i qys dy këtë më pas pushim. Flesha gjumon, shkoshim pastruese të pastru lokalin. Thje pasime më të forta. Një ditë si deshta po them, më ne thosh hajt po bëjmë sikur shoh gjë po s'po përgjigjem. Mbishin klientët në telefon se kisha numrin e telefonit tem. Ku je? Pse s'ke ardhur? Hajde hap lokalin. Dërmonejt e lokal. E në të drova më shku më hap lokalin çdo dielën. S'm leshin më përshu hiç. Jo, jam kurioz të di si një djalë i ri, sipërmarrës, emigrant në një shtet si Italia. Ka qenë e vështirë për ty sipërmarrja, duke qenë si je i huaj, apo ishte suportues paktën ose institucionet, shteti ose se klientat lidhen në momentin që ti ke një kualitet shumë të mirë, si intereson shumë klientit si nga je, por shteti për shembull ose institucionet drejtuese të vendit. Jo, më të thënë drejtën, nuk kam pas probleme për i se zhanash, më të thënë drejtën. Për i ta zhana, shteti italian, nuk ka se të nimon fort, Se nuk ka se të nimon fort. Nuk është se s'nimon asnjë, jo se s'nimon vetëm ty. Jo, nuk nimon asnjë. Nuk është se ka me emigrantët. Si tjetë shqiptar, si tjetë çdo shtet huaj, nuk ka se nuk nimon ty pse je shqiptar, por nuk nimon shtetit italian kryesisht, më thonë, në këta gjana nuk nimon shumë. Bile është në Italia shumë vështirë për punë taksave, për punë rregullave, se ka shumë rregulla, ka shumë ligje për kuzhinat, për kamarierat, për pastrimet, për rregulloret e lokalit, janë shumë vështira mu pas. Të rrepta. Po, shumë rregullta. Nuk një gjatë vogël mos me pas, aty nuk të falit. Nuk falit. Po kjo domosdo e bën edhe ndër vendet lider në botë për nivelin e kuzhinës, se bëhet fjalë për gjë më kryesore, ushqimin e njeriu. O Franc, duke qenë se ti, nuk është do shumë të kuptohet që je tip ndërimtar. Normalisht ndërimtar, por që punon për ëndrat e veta. Po. Kush është ëndra jote më e madhe në këtë fushë? Atëherë, dikur e kam pas sikur çdo kuzhinier kur është i ri, papiria po. Jo, i ri me moshë, po me vite eksperiencë. Kam pas shef Guida Michelin. Guida Michelin, gjatë papa me do t'i në Guida Michelin. Të mbetër kam punu në për lokale Michelin. Po, kur kam punu, kam vure se nuk janë për mu. Qa është kjo? Guida Michelin është i liber, se regjistroj... Guida Michelin. Unë kam pas shef, kër jam kënin i ri, së më thonë moshën 20, 22, 25. Më kënë me pas i stila Michelin, i Michelin. I të janra eme. Po me kalimin e kohës, kur kam punu një të lokale, një të vene, e kam kuptu se nuk është për mu. Për muhabetin se bon pare. Se një të lokale kanë shumë spreku materialit, tretën shumë ushqime. Tretën jashtëzakonisht shumë ushqime. Tretën do thot shkon dëm, se e ka dialektore. Se për një filet të peshkut, për shembull si mund të jetë ishto, nuk përdoret krejt, përdoret vetëm pjesa qendrore, sa është pjesa më e bukur, pjesa më e mirë, tjetra hidhet. Edhe nuk është vetëm filet të peshkut, është perimeve, është çdo pjesë, çdo gjë në kuzhinat Michelin janë shumë spreki, më thonë, shumë tretën shumë ushqime. Unë këtë gjë nuk e kam ndru kur. Për bashkë më këtu të muhabeti se të tash para. Sot, me kalimin e kohës, se na të fitu të rritë, më kriju familje, ëndra eme është më kriju lokalet për familje. Unë kam marrë këtë lokal, unë s'kam ditë hiç se ka e këtë vend, më të thënë drejtën. Kur kam ardhë, e kam 7 minuta për shtëpisë teme. Fiks 7 minuta me makinë. Kur kam ardhë herën e parë, jam duhet më vu navigator.
s'kam dy gjë ka kanë, ky veni tonë. Kur kam ardhur kam pa pamjen, kam pa venin, më ka lidh si tip gjanë si ky do t'jetë lokali për familjet. Ku do të gjinen familjet, ku do të vinë familjet më nejt, me kalu kohen, me ba kujtimet e veta. Se edhe kur shkon më hëngër nërë për lokali janë kujtime. Për kujtim shkon njëri se buk handen në shtëpi, po. Kësu në kam kujtim për shembull, një lokal më kam e kujtim kur jam kanë i vogël. Na kur isha unë t'jem kanë i vogël jam kanë. Na shkoshim për shembull në pistoj, i herën 2-3 javë, bashkë shpezë për ditë në gjatë vogël, po i herën 2-3 javë, herë muj, shkoshim bashkë shpezë të madhe. Se më thonë, me mush makinën bashkë, më të qitë për jashtë. Tumla si thonë. E shkoshim në pistoja. Po në pistoj shkoshim, Truksa ka një restorant e ka pasamin të gjithojo. E mund kujtohet gjithmonë, ku ktheshim për spesë, si bashim në pistoj, rukëthimi të nalëshim e hashim gjithmonë atë. Po ashtë kënë kujtimi bukës të nalëshim talë familja. Nuk ka kanë muhabeti për më hangër, se hanë edhe njëri në shpi. Nuk ka muhabeti për më hangër, se hanë edhe njëri në shpi. A muhabeti më nejtë bashk, më kalu kohën bashk, Me kriju kujtime. Në tavalin, kalon muhabeti, kalon fjalla, barzeleta, kalon koha. Edhe ashtë tjetër zhanë, ashtë tjetër kalim, së më thonë. Edhe kë do t'jetë një lokal se kam ba për i këtë punë. Këtën kam pas para një 2 muaj, dojnë për vista se kanë ardhë për i kuzhinës tradicionale, se në këtu bajnë kuzhinë tradicionale. Edhe më kanë pyet pse banë kuzhinë tradicionale. Unë baj kuzhinë tradicionale sepse është kujtimi i kalumes tonë. Se unë thamë gjithmonë, unë nuk jam italian. Po gjithmonë italianëve ju thamë, i kë lokal, është kur ke pashku të gjysha jote, djelen mizdit, se dojnë domenika italiana, djele italiane, se shkoshin të tonë, të gjyshja fidore të qyshën 6 mjesit më po më hangër për nipat, fëmijë, djemët, koshet, u bashkonin tonë të gjysht, në Itali, djele është mizdit, edhe u qoshin 6 dagës për mizdit. Edhe unë kam qenë se i kë lokal, të bëhet e djele italiane. Kur tulen tonë bashkë, edhe të hajnë kuzhinën, se ka ndikur kuzhina e gjysës. Gjysës italiane, si ka pagu ba më hangër, jashtë zakonisht mirë, se kuzhina ka një italiane është shumë kuzhina mirë, shumë kuzhina letë. Edhe me të shef ka përnë, me e ba vend për familjen. Jo, kush ka qenë suportuesi jot më i madh në rrugtimin tat në këtë fushë? Kush është ai njeriu që se normalisht kur ke këto supermarket private, ke ato momentet e dobta, thu me koti hyra, do ta lej, nuk mundem më. Edhe besoj, sidomos që në restorant dhe në marrëdhënie me njerëzit, ndodh shumë shpesh. A ke ti dikë për shembull që shkon, zbrazesh, të dëgjon edhe ti prap kthehesh i zbrazur pastaj? Atëherë, më thënë drejtën, dikur e kam pas shtirë, se nuk e kam pas. Edhe si thash parë, unë kam bajt gjithmonë për veti gjanat, edhe më nuk shumë i zgjith për veti. Po më thënë drejtën, gjanat kanë lëshu, se ta shonë e mërtu, e më thënë drejtën, suportuesi i jem më i madh, është goja jeme. Sepse ajo më jep forcën me ba edhe qa nuk më ndbaj. Me hec para, më jep forcën më vazhdu, edhe kur ka herë mund të ndodhin se ke ullje fizike, menore se më thonë stres. Ajo më thënë drejtën, nuk e di se si e banë, po më thënë drejtën, më ka dha një forcë jashtë papame, që papame. Papame, më thënë drejtën. Ajo ka dhe gjatë mirë, sa është në zonat me mua e punën, është direktori i salës,
Po më thënë drejtën e tin me dhe kuzhinë. Për shtuar diçka për këtë që po thot Francesco, se unë e njoh të dy, edhe Aleksandrën edhe Francescon. Aleksandra është gocëre normalisht, e rritur këtu, edhe nga pjekuria dhe nga maturia dhe nga komunikimi që ka, kur më ka thonë mu moshën, jo nga pamja, me pamjen s'ka lidhje fare, jam habiti, kam thonë si ka mundësi një gotë për shembull aq vjeç sa që është Aleksandra, të ketë një perceptim të tillë. Edhe tani që Franci thot to fjalë, marrin akoma më shumë vlerë dhe merr akoma më shumë vlerë e gjithë marrëdhënia që këta kanë ndërtuar së bashku. Ja, është, thash, më thënë drejtën është e papame. Se edhe kuzhinë. Unë e kam mojtë me veti 2 muaj, i herë në kuzhinë me mu. Po shumë, ku me e gjeti tjetër më mirë? Është problem pastaj se s'krijon dot besim të tjerë. Jo, ajo problemi, sepse atë muhabeti, se ka synin, edhe ka aftësinë me kuptu se që do të bëhet. Se nuk është letë në kuzhinë. Që për shembull, bëj një shembull. Vjen një komandë në kuzhinë, vjen 3 pjata, 2 kontorni e 2 zhana. Kuzhina eme është shumë e madhe, e gjatë. Aja lexon komandën, e din se disa xhana i kam një fotografer në fund të lokalit, kuzhinës, edhe mi përgatit para, në vend se më lujt lëvizën venit, shkën e merr vetit. Pa e pyet e pa i thënë gjë. I përgatit xhanat në pjesë parë, në pjesë dytë, për shembull, primi e sekundi. E din mi menaxhu këta xhana se nuk ka shëlet me ditë mi menaxhu. Ka kuzhinierë sot se s'di me e bë. Kuzhinieri vet. Nuk di me i bë vet. Më thotë drejtën deri sot, se kam marrë këtë lokal, se kam gjeri i kuzhinier më mirë. Më tham drejtën. Më ke hap një temë që nuk do më kishte shku kur mendja për ta hap, për punën burre gru bashk. Se po ti pyesësh, unë jam nga ato që them që është e pamundur, se edhe unë kam punu me gruan time, po ti po më tregon të kundërtën. Cili është çelësi i një marrëdhënie të tillë që edhe në punë, se përgjithsisht meshkujt e kanë çik vështirë me pranu që është shumë e zonja gruaja, më e zonja se sa unë. Për shembull, për disa gjëra, cili është çelësi që ti mendon që keni ju të dy që keni kriju këtë lloj marrëdhënie? Profesionaliteti. Se më kanë profesionist, ti do të dash gjanat. Kur je në shtëpi, je burri. Kur ti je te puna, je shefi. Ose kuzhinieri, ose kolega i punës. Për shembull, unë me gruan time, kur jena te puna, ajo një pjesë, unë tjetrën, gjithsecili ka punët e veta, detyrimet e veta. Gjithsecili ka responsabilitetin e vet. Edhe do të më ditë pi doktor Zona. Edhe nuk ka e lehtë me i bë. Se nuk ka shumë e lehtë se për shumicën është e pamundur. Po, më thënë drejtën, po. Po, më thënë drejtën, na kena mujt mi doktor Zona. E kena bisedu normalisht në fillim, se kena pas proba, kena punu. Gjithë e kemi bisedu. Po asnjë se kemi zbatu. A normal se ka herë ndodhë, se nuk jena pas perfekt, po. Ka herë, i ka foltere, i hupe dhe më thonë, flutërën me foltere, po ta shkira që më thoni. Po në shumicën e kohës, më thonë drejtën, po çelësi është profesionaliteti. Më kanë profesionist, në zonat tatë, është çelësit. Se më ditë me mi do gjanat, prej punës e shtëpis, 2 milion, si thamë, mund vetëm edhe grus, edhe punëtorve, edhe gjithë kuj kur t'hinë në kuzhinë time më punu, unë i thamë gjithmonë, kena 1000 hadhe, kena 1000 probleme të tonë. Të tonë kena hadhe të shpirit, kena 100 menime, 100 gjana, në ndodhë 100 gjana, për çdo ditë. Po kur t'hisht e puna, si t'jetë kuzhinier, si t'jetë shofer, si t'jetë kameraman, si t'jetë çdo lloj serati. Kur t'hisht në punë, problemet do t'linjën jashtë. Nuk do t'merresh me veti. Sepse unë punoj një zanat edhe shumë i shtirë, sepse punojmë me flak, me vaj djeg, me uj val, a shumë i rrezikshëm si zanat. Unë jam prej, jam djeg gjithkon. S'kaloj ditë pa u djeg. Është pa mundur mos të ndodhë. S'ka shanse. Unë jam prej, jam djeg gjithkon pjesë trupit. Po edhe të keni përgjëndrum.
po në qëse si i përqëndrum në punë, e për po të menime se qatë të nëllë jashtë, ashtë problem. Sepse nuk e ke vëmendjen se qaj të bo. Nështë ta mund t'jesh të prej, se kam po shumë, i kam po mësut e mi, mund t'jesh të prej patate, e ke me në hava. Ti ka tëra presin. Thesh në gjishtë, ma pak, e kam i kushinjerë se e ka i kishtë ma kurse tjetërin në kushinën. A shumë kushinjeri mirë, më të thëndejtë. Po i ka morë hallet në punë. Bele, e kam edhe gja bukur kur e kam pasë. Unë e kam pasë në një lokal në Prato, këtë njeri, në punë më mu. Unë e po të lënë shtosh. Kur mora këto, e thjera marrë më përnu të unë. Kur herë të më përnu ditën e parë shto për më thikë, kur e shofë. Ku e Kur e lishin? Po dy të lash me 10 gishë, për shabane me vërtetë në gjysë tash. Isha të menu, isha të këshirë hava, isha në tjetër, preva gjishtë. e preva gishë. Në tash mirë bëllë, në tash jemi në gjysë. Kur të më thot, e këtë fortën se më thot ka i herë, ka cilër më ardhë, më 4 apo në 3? I thamë, hajtë në 3 gjysë. Qëma, nodhim i ta gjanë. Që se, dhe të më pas shumë kujdes në kuzhinë, si çdo lloj zanati, po dhe të më ditë mi da gjanat. Sepse po si dave, nuk t'hecë puna. Është e shkurtër. Do doja t'dija pak si është jeta jote jashtë kuzhinës. Si është jeta një shefi kuzhine jashtë kuzhinës. Se kam gjuhë shumë lart e poshtë që shefët e kuzhinës nuk kanë shumë jetë. Ja. Kuptimin e fjalës për kohë. Nuk kanë hiç. Sepse unë për shembull këtë rinin teme, kam kanë 18, 20, 25, 30, unë e kam kalu punë. Unë s'kam pas festa, s'kam pas ditlinje, s'kam pas fejese, s'kam pas dasma. I kam kalu gjithmonë punë. I kjo është i zanatë si t'jek shumë, t'jep edhe shumë, po pate pasion për ta. Pse po s'pate pasion, Vetëm t'jek. vetëm t'jek. Edhe nuk t'jep qa mrapa. Po si është rutina jote një ditë që O më thonë drejtën, në qofë se nuk vjen në restorant? unë... po sërë në restorant të na, ajo, shpi pushim, qetësi. Gjaja kryesore, për menimin tem, e për eksperiencën teme, kur i kuzhinjer ka ditën e pushimit, kur është lokali mbyllur, ka qef për qetësi. Qetësi jashtëzakonisht. Sa më shumë më pas qetësi më mirë është se jena mësu në për kuzhinat ka shumë zhurma. Ka zhurmë, ka pa kuzhinë, aspiracioni, kuzhinjerët si bertasin, o flasin, folteret, pjatat, lavazhi, kamajerët, ka shumë zhurma. Bile, unë gjatë kohës, kam pas edhe do probleme me ndëgjimin, se për shembull, kur më flet dikush me zot tepër të ulët, do të më sjell një anë. Pra pa të fortë është se mu s'm kujtohet kur, a kjo, se më thonë, ka herë sillem këtej, ka herë sillem anej. Po me kohën e kalon keq se nuk dëgjon mirë sepse janë kapat e kuzhinës janë shumë, aspiracioni janë shumë të forta. Dhe ke gjithmonë këtë zhurmën, si për mësohesh me ta. Edhe kur si në punë, ke shef më pas qetësi. Më nejti qetë. Unë për shembull, kur kam ditën e pushimit, unë në radio më thonë drejtën kam shef më pushu. Më thonë drejtën unë kam shef. Se na punojmë deri vonë. Pra pa kuzhinjeri, kur lën punën, nuk është se... Shkon gjumë. Ja, se kur shkon në shtëpi, kur jenë makinë të hez, ka shkon të shtëpia, menon darë ka si ka shku. Gabimet që janë bën, qa ka nollë, pse ka nollë. Kur shkon në shtëpi, e ulesh në krevat, e mbyll synet, ke prap këtë zhurëm, ke prap kamarjeri se thët tavalinëm se është vënu tavalina. Ke prap të tonë servisi, të vjen në mend ku t'jesh në krevat, se më thonë, se ke adrenalinën. Se gjatë servisin ne kuzhinjera, kena adrenalinë të madhe.
Edhe kjo adrenalin kur lëm punën në jetë, së më thonë. Edhe kena shtirë më shku më fjetë, së më thonë. Më thonë dhe zakonisht, unë, për shembull, kur lëm punën, bashkohena me kuzhinierë tjerë. Kam të kuzhinierës dhe për lokalit tjera, së më thonë. Bashkohena bashkë, e na kuzhinierë ka një shumë keshe. Edhe do të thotë, çdo kuzhinieri këtë punë. Çdo kuzhinieri do të shojë në kuzhinën. Ja, s'mune mo, ja, do të me lanë, ja, s'bat. Na, për shembull, shpesh takojna bashkë për kuzhinierë tjerë, rrim, të ba muhabet. Muhabetet e kuzhinierëve flasin për kuzhinë, flasin për punë, tanë kohën e gjatë. Srin gjo, jena të fort, më të ndetën. Jena pak i speshet veçanë, se e uremi këtë punë, për edhe nuk mund të lanë. Kena, ashtë pak si veçanë si gjo. Po, tanë kohën e gjatë, rrim të folë për kuzhinë. Rrim të folë për pjata, për gjana, për servisin, çanat që nuk shkojnë. Edhe kur si në punë. Bot për dishmëria. E kena pasion. Më të drejtën është pasion, si të thash parë edhe është i gjanë se po se pa të pasion, nuk jarrin do të me kalu kohën. Francesc, ja them gjithë këtë, po nuk ka fund, kënaqem shumë me bisedat tilla, do të doja ta zgjasja shumë, po edhe për shikuesit që mos ta zgjasim, që mos na shikojnë. Çfarë është një këshill që ti e ke dëgjuar diku ose ta ka thënë dikush dhe të ka shoqëruar gjithë jetën? Atëherë, unë kam një kujtim, në kanë vitet e para, si kam përpunu, unë po bëjmë muhabetin për kush do të bëjnë këtë zanat. Se për kuzhinën, unë se... Patjetër. Pa të ardhi natë, unë kam përpunu një restorant në Lampurikjo. Pa të ardhë i kuzhinjerë shumë i famë shumë. Ka emrin Igles Corelli. Igles Corelli është një prej kuzhinjerë më të fort në Itali. Nivel botror. Është një prej kuzhinjerë më të mirë. Është kuzhinjeri, më të thënë bashkë shembull, si u ka mësu Cracco, Barbieri, Cannavacciuolo. Është kuzhinjeri si u ka mësu të tanë. Ka pasi periudhë se ka pa hapi lokal në Lampurikjo, aty ku kam shfinën. I natë, pa të arë me kretë brigatën e vetë kuzhinës e të salës, me hangër ku i shonë, unë bashkë kuzhinë tradicionale, gjithmonë. Kanë orë tanë, unë e kisha të merë. Thash, mama me. Frikë. Ka unë isha i ri. Thasha, po mësa ka thënë, po më mëtë, ku më shef, ku më hupë. Edhe i shkun të në pjatën të valinë. Mas e fije, nuk qysha me majtë mu isha më kënë të duka i herë shto se si janë ftyrat, se si qa po bajnë kur kërkojnë pjatat. Isha të mërë. Edhe shqipësha se ishim gnashën. Mas e fije, mërë o këzime dola. Kur parë se më dukshin gjarat mirë, dola jashtë. Edhe i gjeta jashtë lokalit. Edhe fillova muhabet me këtë njeri, këtë Igles Corelli. Këm ka thani Jean, se rinia sot, kuzhinjet të ri si janë sot, e kanë hupi këtë Jean pak. Sepse qa dalin për shkollës kuzhinë, kujtojnë se bëjnë shefa kuzhinës fjellë. Pa pas kohën, se dënë kohën e vetë, dënë gabimet e veta, e dënë kohën, sa për më mëri më bashkë kuzhinët, sa më bëgë kuzhinjerë mirë. Do të bashkë shumë gavet, edhe mu më ka thani Jean, më tha mu, unë të sonde kam hangër jashtë zakonisht shumë mirë. Unë isha tu dridhë, ma, dridhë isha, më ishin durë, më isha. Tha mu, edhe me diti Jean, unë jam dhe shefat ma të njoftë në Itali në nivel europian. Ajo vërtet. Po, ajtin se pjatat si bajon,
ndoshta kanë 50, 60, 70 ingredienta. 30-40 orë përgatitje. Pjata, bokra, mira. Po mos harroj gjë. Pjatën teme, si e kam bënë sot, si kam bë 30 orë me e bë. Kam bë përdor 50-60 elementat ndryshëm. Sot i muj, nuk e njeh kush. Nuk i kujtohet kuj. Po një carbonara, një amatriciana, un pollo arrosto, si thënë këto, janë gjana si nuk do të kalojnë kurrë. Carbonara bëhet tash 100 vjet. Edhe sot prap hahet prap. Dhe kërkohet shumë. Edhe sot prap kërkohet shumë, sepse është tradicioni. Sot guzhinjerët që dalin për shkollë kujtojnë se fillojnë më bë pjatat gourmet, pjatat veçanta, pa pas bazat e kuzhinës. Unë gjithmonë guzhinjerët që kam punu me mu, ju kam thënë një gjë, i se të tonë me këto. Gjoja kryesore në kuzhinë është se t'jetë mjeshtër i tradicionit. Se kur ti dish më bëm një salcë, domatesh, një ragu perfekt, atëherë një ti mund tash edhe mund ta modifikosh, Mund shtash. mund shtësh, mund të nërshësh. Po kur ti nuk ke bazat, nuk mund të fillosh të bëj vrap pa ditë hec. Pa bën zemin. Nuk mund të fillosh të bëj vrap pa ditë për hec. Kështu që është njëjtë gjë me kuzhinë. Kuzhinierët që sot duan më fillu më bë pjatat me 100.000 gjana, 100 mënyra. Po mi thonë nesër më bën një matriciana, ose një carbonara, ose një pjatë çfarë tjetë tradicion italian, nuk din e bën. Nuk din. Mundohen me përdor produkte që janë për tonë botën. Unë përdor produkte që janë për këtij vendit. Unë marr rushnit të poshtë, marr karçofit atje, marr rozmarinën aty, marr mandanozin aty. Unë mundohem mi dhanë valor vendit. Edhe çat jep toka si e afër të jetë. Njofësh çka ke rreth një herë. Çka ke rreth. Edhe si thash, do të më kenë mjeshtër i tradicionit për më pas mundësi mi modifiku pjatat. Kjo është një këshill që faktikisht edhe mua më kanë ndjek gjithë jetën, që e kam pas si parim, domethënë që bëhi mirë në diçka, zotroje mirë, pastaj shto pjesën tënde dhe krijo diçka tjetër. Ama pa njoh mirë atë që ke, ato që të rrethon, dhe atyre që i shërben. Sepse nuk mund dalim unë sot të synoj dhe të përgatis gjëra për një klientel që as kam për të ataku ndonjëherë. Thjesht për t'regu që u po bëj diçka. Është më mirë bëj për vendin tënd, për njerëzit që trajtojnë, bëj mirë dhe pastaj kaloj ke tjetra. O Francesc, unë e kam bërë faktikisht si tullës që në çdo podcast t'jap edhe një mesazh që ndoshta s'ka lidhje me temën, po duke qenë se është podcasti im i parë që bëhet jashtë Shqipërisë, ti je i ftuari im i parë dhe jam shumë i kënaqur për këtë pjesë. Do të doja të jep dhe unë një mesazh, që ky mesazh lidhet me emigrantët përgjithsisht, jo të gjithë ato që emigrojnë vetëm nga për të kërkuar një jetë më të mirë, por që edhe ato që emigrojnë për të eksperimentuar, sepse sot nuk është bota e gjerë, ose globalizmi është një mundësi për gjithë. Është një shprehje që thotë kush harron se nga ka ardhur, nuk e din se ku të shku. Edhe do doja t'ja jepja këtë mesazh gjithë emigrantëve që t'ja kultivojnë fëmijëve të vet, nuk po themi 100% shqiptarizmin, por mos të harrojnë nga kanë ardhur, ashtu siç Francesco nuk e ka harruar nga ka ardhur, edhe i rim tradicionales, kur ta zotrojnë tradicionalen dhe dalin tek modernja, sepse në rast se nuk shkon kështu, do zhduket shumë shpejt edhe ajo që ke kriju. O Francesco, të falenderoj shumë. Tu më thonë edhe i gjallë. Po patjetër. Mos harroni me dash babën e nanën kush është fëmijë i emigrimit. Se çka kanë vujt prind tonë, më po bëj muhabet për moshën time, më thonë, në kohën se kanë ardhur na, çka kanë vujt prind tonë, shtirë e kanë vujt njerëzit. Për punë të muhabetit se thash edhe pare,
emigrimi në vitin e 90 kanë shumë i vështirë. Edhe për punë edhe për gjithçka, që ata kanë vujt shumë. Kanë vujt më na dhënë një kualitet jetët më të mirë. Edhe unë më të thënë drejtën, unë jam i kënaqur. Shumë të e mos, e ndryshe dardhën në ndarë të bje, është shprehje shqiptare që edhe ti nuk ke nga dalësh, unë njoh edhe prindit e Franceskut. Më ka rastisur gjithë i njoh. U kënaqa shumë, edhe ka qenë një bisedë, me thonë drejtën, isha pak skeptik në lidhje me gjuhën, por që ti je përdon leksione gjuhës, të gjuhës tradicionale të zonës tënde. O Francesc, të falenderoj shumë, edhe ndoshta mund bëjmë edhe një seri në të ardhmen prapë, kur ti jesh një masterchef me emër ndërkombëtar. Vjet. Falenderoj shumë edhe jam i bindur që shumë kanë mësuar prej teje, për vlerat që ti ke, për karakterin që ti ke, edhe pozitivitetin që kur s'ka mungu. Shumë faleminderit për jetë.